Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Pini çdo mëngjes një gotë nga kjo dhe do i thoni lam të mirë dhimbjeve të shpinës. Të paktën 80% e njerëzve e kanë provuar një herë në jetë dhimbjen e mesit me të gjithë intensitetin e saj. Dhimbja e mesit dhe e shpinës është një shenjë paralajmëruese për anomalitë e shtyllës kurrizore dhe shpesh ajo vjen si pasojë e qëndrimit jo të rregullt të trupit. Në ditët e sotme, shumica e trajtimeve për dhimbjet e mesit dhe të shpinës kanë të bëjnë me medikamente siç është aspirina apo qetësuesit e ngjashëm. Por disa prej tyre janë shumë më të rënda dhe mund të kenë edhe efekte anësore. Fillimi i trajtimit të këtyre dhimbjeve nis duke identifikuar shkakun. Shkaqet më kryesore të dhimbjes së mesit kanë të bëjnë me mungesën e aktivitetit fizik, kontraktimet muskulare, qëndrimin jo të rregullt të trupit, artritin, këpucë jo të rehatshme, shtatzania, obeziteti, stresi emocional, fjetja në dyshek jo cilësor, konstipacioni. Kura më e mirë natyrale kundër dhimbjeve të mesit. Ekspertët thonë se një nga kurat më të mira kundër inflamacionit dhe dhimbjeve të mesit apo nervit shiatik është pikërisht qumshti me hudhër. Hudhra është një nga aleatët më të fortë të shëndetit të njeriut. Ajo forcon sistemin tuaj imunitar, zbut inflamacionin dhe përmirëson qarkullimin e gjakut dhe shëndetin e të gjithë sistemit kardiovaskular. Hudhra është përdorur edhe kundër infeksioneve. Qumshti nga ana tjetër është i pasur me vitaminën B12, proteinë dhe kalcium. Kombinimi i të dyjave është me të vërtetë fitimprurës në aspekt vlerash për shëndetin. Si të përgatisni ju kurën me qumësht dhe me hudhër? Për përgatitjen e kësaj kure, juve do t'ju nevojiten 4 thelpi hudhër të shtypur, një gotë me qumësht dhe gjysmë lugë çaj me mjalt. Hidheni qumshtin në një tenxhere dhe më pas vendoseni në zjarr. Shtoni thelpin të shtypur të hudhrës dhe lëreni që të ngrohen. Përzieni qumshtin her pas here dhe në momentin që ai nis të vlojë, hiqeni tenxhere nga zjarri. Shtoni mjaltin dhe lëreni të ftohet. Ekspertët gjithashtu këshillojnë që të pini një gotë me qumësht dhe hudhër në ditë. Ju shqetëson në dhimbja e shpinës, atëherë provoni këto kura natyrale. Masazh me vajra. Për këtë ju mundet që të përdorni vaj susami ose vaj arkokosi. Mund të fusni në vaj disa pika nga esenca ose vajra terapeutik të një cilësie të lartë si për shembull livando. Në fillim, ju duhet të përqendroheni në kyçet kryesore të trupit. Mund të filloni duke fërkuar lehtë me vaj zonën e qafës, shpatullat, bërryllat dhe gjithashtu parakrahët. Më tej vazhdoni duke u zhvendosur në fund shpinë, në gjunjë dhe në themra. Provoni terapinë e ftohjes dhe ngrohjes. Alternoni terapitë për 20 minuta para se të nisni masazhin. Filloni dhe pastroni lëkurën tuaj dhe më pas spërkateni me pak alkol dhe filloni që ta masazhoni me kujdes lëkurën. Zieni 1 litër ujë me 1/4 litër uthull molle dhe shtoni aty 2 lugë gjelle rozmarin. Lëreni që të ftohet pak dhe pastaj merrni një peshqir të pastër, e njomni tek përzierja dhe aplikojeni atë në pjesët ku ju keni dhimbje. Provoni të flini në pozicionin e fetusit duke vendosur një jastëk mes së gjunjëve. Nëse flini me shpinë, atëherë vendosni një jastëk poshtë gjunjëve. Gjithashtu,
Këtu do t'ju prezantojmë me receta natyrale të cilat do t'ju vinë në ndihmë për trajtimin e dhimbjes së shpinës. Keni dhimbje kurrizi, shpinë, madje edhe në këmbë, të cilat kryesisht shkaktohen nga ulja e tepërt apo punët e rënda fizike, mos u shqetësoni pasi ekziston një zgjidhje krejtësisht natyrale për këtë problem tuajin. Vetëm për disa ditë të konsumimit të këtij ilaçi, ju do të ndjeni ndryshime të lehta dhe tepër pozitive. Dhe pas 2 muajve ju do të keni shërim të plot. Provojeni këtë recetë natyrale dhe nuk do ta njihni më shpinën tuaj për shkak se zgjidhja në fakt është shumë e thjeshtë dhe në dispozicion. Nëse dëshironi që t'i harroni dhimbjet e shpinës çdo mbrëmje para fjetjes në kohë zgjatje prej 1 deri në 2 muaj, duhet të konsumoni 1 fik të tharë, 1 kajsi të tharë, 5 kumbulla të thara. Këto pemë përmbaj substanca të cilat shkaktojnë rigjenerimin e indit i cili gjendet mes rruazave të kurrizit. Në këtë mënyrë ato do të bëhen më të forta. Secila pemë veçanërisht përmban elemente dhe substanca të caktuara, ndërsa përzierja e tyre ofron një ilaç të shkëlqyeshëm natyral i cili është jashtëzakonisht efikas kundër dhimbjeve në kurriz. Është i dobishëm si për meshkujt, ashtu edhe për femrat. Dhimbjet e shpinës, këmbëve e të tjerë janë të tmerrshme dhe zakonisht ato vijnë si pasojë e stresit, qëndrimit të gabuar dhe gjithashtu stilit të pashëndetshëm të jetesës. Sidoqoftë, ndonjëherë ju e ndjeni dhimbjen, mirë po vazhdoni ta injoroni atë sepse jeni shumë të zënë me punën tuaj. Dhe më pas kur shkoni në shtëpi, dhimbja do të rikthehet dhe ju në këtë moment do ta kuptoni se nuk mund të qëndroni dot ulur, nuk mund të ecni e të tjerë. Në qoftë se ju jeni një prej atyre personave të cilët vuajnë nga këto dhimbje, atëherë ne do t'ju sugjerojmë këtë recetë fantastike e cila do t'ju vijë juve në ndihmë. Përgatitja: ju duhet 150 gram gelatin, ujë të ftohtë dhe futeni 5 gram gelatin në gotë me ujë të ftohtë. Përzijeni atë dhe lëreni ashtu deri në mëngjes, por mos e futni në frigorifer pasi gelatina mund të ngrijë gjatë natës. Përdoreni këtë lëng për çdo mëngjes me stomakun bosh derisa të filloni dhe të vëreni efektet e magjishme pas vetëm 1 jave. Vazhdoni ta përdorni për 1 muaj për të patur rezultate të përhershme. Nëse nuk ju pëlqen shija e kësaj pije, atëherë mundet që të shtoni edhe pak mjalt, lëng apo kos. Ndërkohë, gjithmonë siguroni që të kryeni sadopak aktivitet fizik, pasi një nga pikat më të forta për të patur një trup dhe një organizëm të shëndetshëm është pikërisht aktiviteti fizik. Përveç se ju ndihmon të ndërtoni muskuj fleksibël dhe të fortë, do t'ju çlirojë edhe nga dhimbjet e tepërta. Gjithnjë konsultohuni me mjekun tuaj në mënyrë që të merrni një program stërvitje të personalizuar. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.